Rikthehemi në studio për të diskutuar pikërisht atë që anunciua më parë, temat më të nxehta të shtypit të shkruar me një specialist të lajmin, zotin Tedi Blushi, që është zëvendës kryeredaktor i një gazetave që kërkon më së shumti Skupin, që është gazeta shqiptare. Zoti Blushi, doja të pyesja në fakt për një temë që ne kemi trajtuar këto ditët e fundit, për sa i përket kësaj mollës së fundit të sherrit, që është xhamia e namazgjas. Janë disa palë të cilat janë të përzjera, por nuk janë vetëm palët të cilat janë të prekur, është politika e cila është vendosur në qendër të debatit. Ku jemi deri në këtë moment me këtë lajm? Së pari më lejoni të theksoj që është një vërtet një turp të themi që në 23 vitet e demokracisë, komuniteti më i madh në Shqipëri ende nuk ka një institucion kulti ku besimtarët e tij mund të kryejnë rritet e tyre Për Tiranën bëhet fjalë. Për Tiranën, sigurisht, ku besimtarët mund të kryejnë rritet e tyre fetare. Pra kemi parë raste që në gjithë këto vite besimtarët detyrojnë të falen në rrugë dhe jo brenda një objekti kulti. Këtu unë dua të bëj përgjegjës të dy palët, domethënë qoftë të majtën, qoftë të djathtën, që në 20 vite ende nuk i kanë dhënë një zgjidhje kësaj. Kjo do thotë që është problem politik? Është më mirë le të themi politika e ka keq përdorur këtë kërkesë imediate të këtij komuniteti. Dhe kjo keq përdorje është bërë le të themi shndrohet në mod sherrri sa ndodhemi në prag të zgjedhjeve elektorale. Pra kemi të dyja palët që gjatë gjithë këtyre viteve kanë premtuar ndërtimin e një objekti kulti në Tiranë, një objekti kulti më së të merituar për të komunitet, që sikundër e thash është komuniteti më i madh fetar në vend, dhe ende nuk ka një zgjidhje. Po mirë, pjesën e politikës e kuptoj, po çështja midis pronarëve dhe komunitetit musliman si që ndodh? Po, domethënë për të mbërritur te debati aktual, është bërë tashmë ditur që me një vendim të qeverisë së kaluar tashmë toka e Manazgjas, ku përfshihet edhe një pjesë prone private, ju kthye le të themi komunitetit musliman shqiptar. Bëhet fjalë për rreth 9.000 metra katror, nga të cilat 6.000 mos gaboj i përkasin komunitetit musliman dhe 3.000 familjes kruja. Po për shkak të një teknikaliteti që prona e komunitetit musliman ka formën e gërmës L, u pa e arsyeshme që inkuadroi dhe kjo pjesë. Tani, qeveria e re në mbledhjen e radhës Këshillit Kombëtar të Territorit vendosi të anullojë le të themi atë projektin e miratuar nga paraardhësi i tij. Ku qëndron problemi këtu? Problemi qëndron dhe pikërisht këtu, pra që ngjitur me xhamin do të ndërtoheshin dhe disa ndërtesa 6 deri 8 katëse, ndërtesa polifunksionale. Pikërisht do ishin brenda territorit të kompleksit të xhamisë? Brenda territorit të kompleksit të 9.000 metra katror, në mënyrë që me një gur le të themi të vriteshin, domethënë të jepin zgjidhje të dyja problemeve. Pra edhe të ndërtojë xhamia për komunitetin musliman, por edhe pronarëve të kthejë toka e tyre në mënyrë që të ndërtonin një kompleks multifunksional i cila të përshtatej dhe arkitekturës do ketë zgjidhje të shpejtë së xhamisë. Zgjidhja që u mor së fundmi është që xhamia do ndërtohet, pra qeveria ka vendosur. A janë palë të kënaqur se këtë më lejoni pak. Domethënë Këshilli vendosi që xhamia do ndërtohet, ndërkohë që qendrat polifunksionale nuk do të ndërtohen. E vetmja palë pa kënaqur deri më tani është pikërisht pronarët, të cilët kanë një marrëdhënie kontraktuale me komunitetin musliman që ju dha dhe ai këtë mundësi për të krijuar. Kjo do thotë që anullohet marrëveshja që kanë përse për në intervistën që sot përfaqësuesit e familjes së pronarëve dhanë për gazetën shqiptare, përmendën që do të hedhin në gjyq komunitetin musliman për shkak të shkeljes sipas tyre të një akti notarial të nënshkruar mes dy palëve për mundësinë e lejimit të këtij. Pra kjo do të çështje që do vazhdoj të trajtohet. Do të çështje që do vazhdoj, por për mendimin tim duhet mbyllur në mënyrë sa më të shpejtë. Pra zgjidhja në gjykimin tim do të ishte xhamia duhet të ndërtohet dhe pjesa që i takon po të hedhën vazhdim diskutimi. Të hedhën vazhdim diskutimi ose të gjendet forma e dëmshpërblimit. Një çështje tjetër që është në fokus për sa i përket debatit që po krijohet është çështja e borxhit publik, sa është dhe çështja e Deloitte-it, pra kontraktorit të huaj i cili do bëjë një analizë të detajuar të buxhetit fiktiv dhe shtesat që po bëhen në buxhet në këtë moment. Çfarë do thotë kjo për qeverinë? Përse i duhen këto para ekstra qeverisë? Do bëjë investime apo është thjesht për të shërbyer borxhit më parëshëm apo çfarë? Që në javën e parë të fillimit të punës, kryeministri Rama dhe gjithë pothuajse në unison anëtarët e kabinetit qeveritar kanë përmendur një fjali: arka e shtetit është bosh. Pra sipas tyre ekonomia është në recesion, borxhi publik është shumë i madh. Dhe për të arsye u mendua të paktën në vija të përgjithshme dy zgjidhje. E para ngritja e një grupi auditues ndërkombëtar në mënyrë që të saktësojë sa realisht është borxhi që qeveria shqiptare i detyrohet kompanive të huaja apo vendase, dhe kur them borxh kam parasysh detyrimet e prapambetura
Po, përsa i përket punëve publike që janë, po. Punëve publike, vendimi i fundit i qeverisë që zbardhur dhe sot nga mediat është që kompania që do të auditojë do të auditojë institucionet financiare për të përcaktuar borxhin është Deloitte & Touche, kompania e cila Deloitte & Touche ka qenë në 97. Në 97, pra është pjesë e asaj kompanisë që auditoi dhe firmat piramidale. Në bazë të kësaj marrëveshje që ka me këtë kompani, kjo thjesht do të kthyer pasqyrat financiare të ministrive, do kërkoj informacion dhe nga bizneset private që janë domethënë që detyrohet qeveria shqiptare dhe gjithë këto dy informacione do kyçizohen me të dhënat që janë në thesarin e shtetit. Çfarë është intriguese në nivelin e lajmit është a do bëhet publike më pas raporti apo do jetë thjesht një lloj udhërrëfyesi për qeverisë se çfarë hapas duhet marrë? Raporti nuk do të jetë publik. As do jetë publik. Nuk do jetë publik. Nuk përbën problem ky për transparencën? Padyshim, domethënë është një problem, por për sa kohë vetë afati i shkurtër që është lënë Deloitte për të realizuar të proces, afat një mujor, mos gaboj në datën 30 nëntor, ai duhet të paraqesë raportin pranë qeverisë shqiptare dhe vetë vlera që koston ky shërbim i Deloitte, mos gaboj 85.000 euro, tregon dhe njëherë që Deloitte nuk do të bëjë gjë tjetër, vetë se do të certifikojë le të themi atë pretendim të mazhorancës aktuale. Pra ne do japim të drejtë njërës palë ose tjetër pasi të mbaroj ky proces. Në mendimin tim u zgjodh Deloitte ose një X kompani që mund të zgjidhej thjesht në mënyrë që të jepte mundësi në qeverisë aktuale për të thënë që këtë borxh nuk e pretendojmë vetëm ne, po edhe një arbitër apo një kompani e huaj sekondër mund të jetë Deloitte. Tani të kalojmë në dy lajme që i trajtoi Gazeta Standard që për mua në fakt përbëjnë diçka pozitive. Një është vazhdimi dhe siguria për vazhdimsinë e transportuesit të gazit Adriatik dhe çështja e kredisë e cila nga një normë interesi që ka qenë 10.93 sot zbret në 9.44. Çfarë do thonë këto dy lajme? Padyshim projekti TAP është një projekt madhor i filluar dhe është meritë e qeverisë së kaluar, padyshim, dhe kjo është provuar dhe nga kryeministri aktual zoti Rama. Është një projekt i cili do të gjenerojë jo vetëm mira vende pune, por në gjykimin tim edhe të specialistëve të fushës, do të zgjidhë le të themi dhe problemin e furnizimit qoftë me energji elektrike, qoftë dhe me pra dhe të ardhura më shumë para kënë shtetit, dhe sa i përket furnizimit dhe me gaz të lëngshëm. Sa i përket çështjes tjetër që ju përmendët, pra çështjes së uljes së normës interesit të kredive në lek, është e vërtetë ajo që thoni, të paktën shifra 9.4% është historike. Në lek gjithmonë duhet bërë. Në lek, po, e kredisë në lek është historike, por krahasuar me normën bazë të interesit, që janë interesat e bonave të thesarit, që janë përcaktues për kredin. Me qeveria ka ementuar pra bonat thesari? Sërish, domethënë diferenca i referojmë gjithmonë statistikave të bankës, është gati 5 pikë mos gaboj, pra 4%, 5 deri 7%, dhe sigurisht ka tregon dhe njëherë riskun që kanë bankat shqiptare për të dhënë kredi. Ato nuk kanë besim sepse me sa dihet dhe si anuncohet nga bankat, për sa i përket likuiditetit ose depozitave, ato janë shumë mirë. Problemi është gjithmonë tek dhënia e kredisë ndaj kredive konsumatorë ose kredive tregtare. Problemi në fakt mund të themi që është kriza ekonomike, pra në vendin jon pavarësisht se nuk ra në recesion, i përfshirë nga kriza globale, financiare, europiane, sërish, domethënë pasojat e krizës u ndjen, por kjo tregon dhe një herë atë dhe këtu do të thesë diçka, mos harrojmë që dhe niveli i kredive të këqija gjatë kësaj periudhe është rritur ndjeshëm në krahasuar me vitet e kaluara. Me rajonin si janë sigurisht Greqia mban kampionin në këtë rast. Një lajm tjetër pozitiv që ka të bëjë për mënyrën se si është organizuar biznesi, le të themi, ose prodhimtaria afër Tiranës edhe krijimin e vendeve të punës është çelja dje dhe u padhi një lloj konsensusi dhe prania e të dy palëve politike, qoftë zëvendës kryeministit, qoftë liderit të opozitës dhe kryetarit të bashkisë, qoftë edhe ambasadorit amerikan për sa i përket një investimi shqiptaro-amerikan për krijimin e Tirana Logistic Park. Thuhet 40 milion euro më shumë vende pune. Ky lajm duhet na japi shpresë? Padyshim është një lajm që jo vetëm jep shpresë, por le të themi edhe vërteton dhe atë që ekonomia shqiptare nuk ra, le të themi, aq shumë në recesion, sa kundër pretendon mazhoranca aktuale, dhe ndoshta dhe vetë prania e zëvendës kryeministit Peleshi dje në këtë inaugurim që vlen për të përshëndetur padyshim, e tregon
dha dhe një mesazhin që qeveria ndoshta duhet jetë pak më e kujdesshme sa i përket situatës aktuale ekonomike. Fakti që Balfin Group, që ishte investitori i atij projekti madhor le të themi, nga i cili parashikohet të gjenerojnë rreth 10.000 vende pune, është një tregues pra që biznesi shqiptar ka ende mundësi për të investuar, duke qenë i sigurt që këto investime nuk do të rrezikohen në të ardhmen. Kuptoj. Një lajm tjetër, shkëputur nga koha jon, po është një lajm kompleks sepse ka të bëjë realisht me mënyrën se si është vendosur policia, por më shumë ka të bëjë me sentencën ose verdiktin që u dha dje për burgimin e përjetshëm për Ilir Gjakajn, që i mori jetën kryekomisarit Adem Tahiraj. Filloni pak me këtë dhe pastaj vazhdoni çështjen e ristrukturimit të policisë, sepse kam përshtypjen se ka shumë interes për këtë. Ishte një vendim që çdo kush do ta priste. E kundërta do përbënte padyshim lajm, pra në rast se Ilir Gjakja sot do të lirojë, apo do të merrte një vendim i ndryshëm nga ai që dha gjykata, pra ndryshëm nga vendimi i burgimit të përjetshëm, pavarësisht politizimit fillimisht të çështjes që ka mbështetur zoti Gjakja apo reagimin e shpejtë të asaj kohe të uniformave të policisë, vendimi i gjykatës duhet përshëndetur. Një person i cili guxon të qellojë dhe të vrasë një punonjës të shtetit në krye të detyrës, padyshim që duhet të marrë me gjithë forcën e ligjit duhet të marrë dënimin maksimal, tillë e mori pra dhe Gjakja, ndërsa sa i përket pjesës tjetër të reformës në strukturat e policisë së shtetit, më bën përshtypje fakti që pavarësisht konotacionit apo tendencës së opozitës apo dhe qoftë të majorancës për ta kalkuluar të debat në formën e një debati politik, në gjykimin tim çdo reformë është e mirëpritur, edhe kjo reformë deri tani në gjykimin tim personal është pozitive për faktin sepse drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit u emërua një punonjës i cili në trupin e tij ka ende shenjat e një plumbi. Mos harrojmë që drejtori aktual i përgjithshëm, pra i sapo emëruar, është plagosur në vitin 98 mos gaboj në një aksion të përbashkët me CIA-n amerikane për kapjen e një terroristi islamik, dhe fakti që më në fund le të themi kemi një drejtues policisë së shtetit i cili vetë ka në trupin e tij pasojat e një sulmi të drejtë për drejtë, ndryshe nga gjithë parasit e tij. Më falni. Është një, jo tregon për përkushtimin mesazh pozitiv. Pyetja tendencioze që buron nga gjithë të ndryshimet të mëdha nuk është e ristrukturimi, sepse çdo qeveri ka modelin e vetë qeverisjes, por ka më shumë për të bëjë me atë perceptimin e mënyrës se si secila nga palët politike emëron policët në një ndarje krahinore. U tha që ishin të gjithë nga Tropoja, tani janë të gjithë nga Tepe Elena. Çfarë është kjo? Ç'është perceptimi apo? Është një debat në gjykimin tim që nuk i shërben të paktën qoftë në harmonisë që ekziston në vendin tonë. Është një debat i cili synon të hapë dhe njerë atë debatin që në rast se më lejoni të citoj ish-kryeministin Berisha e hapin albanofobët dhe gjithë ata të paktën armiqtë të kombit shqiptar që duan të krijojnë një përçarje të paktën krajinore apo fetare në Shqipëri, që nuk ekziston realisht. Në gjykimin tim nuk ka rëndësi nëse drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është nga Tepe Elena apo nga Tropoja. E rëndësishme për mua dhe për opinionin publik është do jenë rezultatet. Pra në rast se ky drejtori i policisë arrin të luftojë krimin, arrin të vënë në kontroll të paktën shpërtimet me telekomandë që tashmë janë bërë në mod muajt e fundit, për mua nuk ka rëndësi nëse ai është Tepe Elena apo ai është Tropojan. Ardit Didi do të vlerësohet për punën e tij, nuk do të vlerësohet apo nuk është përzgjedhur në atë postë gjykoj për shkak të origjinës së tij familjare apo personale. E kuptoj. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë, do doja ta kalonim tek ajo që do trupetohet nesër, do jetë lajmi kryesor për gjithë shqiptarët, jo vetëm brenda Shqipërisë, po në gjithë rrezullin ku janë shqiptarët, ata që kanë mundësi ta ndjekin nëpërmjet medias audiovizive, po edhe asaj elektronike. Është çështja e ndeshjes madhe Shqipëri-Zvicër, duhet thënë, ku ka më shumë shqiptarë në një fushë futbolli në përballje kombëtare se asnjëherë tjetër. Pikërisht kjo jep dhe madhësinë kësaj përballje. Në gjykimin tim, lojtarët shqiptarë të Zvicrës janë vërtet lojtarë profesionistë.
pavarësisht se pak ditë më parë mos gaboj tifozët Kuqezi drejtuan një letër publike që ata duhet të largoheshin. Ishte çike veçantë, duhet thënë që E veçantë, por nuk besoj se në këtë rast në futboll vërtet mund të keq përdoret dhe patriotizmi. Ata vërtet janë shqiptar, nuk e di në rast se Federata Shqiptare do t'i krijonte atyre kushte më të mira se sa ju ka krijuar kombëtarja zviceriane. Ata janë shqiptar, në gjykimin tim ky debat është pak i tepër, është jo produktiv. Nuk mund të shahet një shqiptar pse i luan me Zvicrën, përsa kohë nuk i krijon atij mundësi që ta shpreh talentin në vendin tënd. Matematikisht Shqipëria do të thoja kemi shanse akoma realisht. Ka shanse matematikisht, por realisht është ende vështirë. Janë dy tema të tjera që vlen për të diskutuar, por nuk kemi kohë sot. Realisht çështja e Januzaj, e cila ka pasur një kthes të madhe, sepse ka vendosur mos luaj me asnjë nga kombëtarët, do fokusohet vetëm te Manchester Unitedi, është dhe çështja e Ergys Kaçës, i cili nesër do ketë një projektor të veçantë vetëm për të, po do shohim se si do sillet, çfarë do ndodhi nesër dhe do vazhdojmë. Faleminderit shumë, zoti Blushi që ishit me ne, shpresojmë të kemi sërish në këtë rubrikë tonën, për cilën ka shumë interes. Do vazhdojmë me një temë shumë interesante pas publicitetit.